Është prezantuar në Bibliotekën Shkencore të Universitetit Luiq Gurakuqi libri O Sot o Kurr, O Flamur o Dek, një vepër kushtuar veprimtarisë së Imzot Nikol Kacorrit, fruti punës hulumtuese 15-vjeçare në arkivat e Vjenës nga studiuesi Pjetër Logoreci. Autori Logoreci e zbulon Kacorrin në këtë libër si një strateg të çështjes kombëtare. Pra ky është pas i prift katolik, ky sa kanë prift ky është Laramani thonë në pra gjysa familjes muslimane, gjysa ky kanë njëri që ka thonë në Kabardheun, mande kam kishë, imagino. Ka pasë si lidhje me i pa me atë syni si prift katolik. Ky ka kanë zjem, ky ka adhetar. Ky ka lënë gjithsa veladorin për adheun se ka diskutuar. Një nga temat që përshkon librin është edhe reflektimi mbi mënyrën se si historia shqiptare ka trajtuar figurën e Nikol Kacorrit. Ky nuk është libër biografik, ky është vetëm puna jame që kam bërë për te, edhe është një mesazh për politikën, pra është një kritik, një dajak për i thona, për politikën, sepse politikanët shohin gjepat e shohin atë dheun. Më vjen që e kanë trajtu, imagjino për shifsha në enciklopedinë, në vitin 78 për zgabohë ashtë, me 6 trajshta. Një kohë që i speciali për uqa e ka kërë një laj, shkarit i ka laj jetën e ka me i faqe e gjysë. Kuptan është kesh trajtim. Po vazhdon prap. Në një nga kapitujt e kësaj vepre lidhet edhe me përpjekjet e autorit Pjetër Logoreci për të rikthyer në dhe eshtrat e Imzot Nikol Kacorrit. Libri është rrugtimi im me Imzot Kacorrin. Pra, që fillon qysh momenti që unë kam marrë vesh i ka qenë i Vorosën në Vjenë, mondën është nxjerrja e eshtrave nga Varrezat, transportimi deri në kishën e Shëlluqisë të Durrës. Po, më ne ka pas edhe anën tjetër që ishte ana zyrtare që po do të me quj email dhe me lajmëru qeverinë, me ardh dikush, me dal dikush, me lajmëru klerikt, katolik, me që ishte prifta, ishte detyre emja, me organizu gjitha këta gjana, mirë po të gjithë dështune, edhe e kam sjell, po thuj se privatisht. Se shteti kishte vjetë 94 vjetë, e 94 vjetë e ka lanë për 2600 euro atë burë të malë, pa për në vendin në baltën e vetë, në vorrin e vetë, në Shqipni. Libri O Sot o Kurr, O Flamur o Dek është një kontribut i rëndësishëm në pasurimin e historiografisë shqiptare.